Shumë shkallë paska edhe shumë kena me ngjit, e se te kush kemi me shku sot, kush na ka prit e te kush jemi musafir, në cilën shtëpi e kuptojmë përmes këtij materiali, hajde një gjithunim me mu bashk. Hello, Përshëndetje. Si e Xhanet? A jemi apo do musafir pak? Hajde, së musafir kanë ardhur me bereqet. Come on. Si të kemi fillimisht? Shumë mirë. Tash sonte kemi valle dhe jam të përgatitur për të ditën me punë. Shashtu e kam shumë punë në Kosovë që jam ardhur me jetu këtu. Qysh po shkon gjithë kjo periudhë për ty? Jemi në vitin 2026, Xhanet, si ka nis gjithçka? Unë kam, tash jam një vit e gjys këtu, kam jetu përpara, 8 vjet në Kosovë, prej vitit 80-nishin. Po, do të flasim pastaj edhe për këtë pjesë. Po tash që jam ardhur këtu, ka qenë një periudhë natyrisht me gjithë vitin, se unë kam shok të vjetër këtu, do thotë shok më i ngushtë kam këtu shoqet prej 40 vjet një fëmijë, prej Rrugovës, prej Lapit, prej Prishtinës. Edhe do thotë jam më njëherë kam marrë gjithë vetin me ata, po prap jam të i adaptu në këtë jetë, se jam marrë prej Amerikës, që 20 vjet jam në Kosovë, jam të i adaptu hala, po e kam gjithë një vend Prishtinë, qendër, që shumë po më pëlqen, kur një jetë kam jetu kështu në qetësi vetëm, po 71 vjet kam tash, edhe po më konvenon kështu se unë punoj 7 ditë në javë, unë punoj gjithmonë edhe po më konvenon me mujt me kontrollu kështu ambientin e tani çdo javë edhe po shkoj nëpër Kosovë në hullumtime të ndryshme. Sidomos kur jemi tu me fol për punën tënde të palodhshme që e bën, po besoj ke kohë pak edhe për pushim, për vikende, çish mundohesh me kalu apo jo? Kur shkoj dikon zakonisht për emision që kam amerikani përsëri në Kosovë me KTV. Edhe do thot gjithmonë jam të shku me një qëllim, duhet me thonë. Rrallë që po shkoj për qefshtu, po edhe kam valle 3 herë në javë, japune, 2 net edhe një shtunin në mëngjes. Edhe që ajo është relaksim për mua, nuk është punë, është tamam relaksim, knaqësie, fiskultur, shoqënie me 30 gradë, 20 gradë, edhe është një farë, është shumë rëndësi për mu shpirtënisht, kështu. E na jemi në ambientin e shtëpisë tënde, t'ja arrit më akomodu, më ambientu këto, qysh po të doket me jetu këto? Më njëherë, edhe Prishtina, unë jam ma ka anë vjetër e Prishtinës, jam qatë pjesë, më jetu në periferin anën e modern, anën e re, nuk kisha mujt me jetu. Pse po thu? Se unë nuk jam për banese të mbaje moderne, edhe shqyqyre kam gjithë këtë banes pak ma stili klasike që s'po thoni ju. Po më pëlqen më kanë ofër pazari, për shembull ato vendet që kam kalu shumë vjet edhe jetës tem, shumë vjetë shumë me dhimbje, po edhe me dashuri, edhe shumë rëndësi në jetën tem, kam kalu bashkë këtu në këtë poshi. Do të ndalim dhe do të flasim pastaj edhe për historinë e juaj si një grua e suksesshme në fakt që erdhi në Kosovë dhe po eksploroi edhe në fakt është bë një dashamirëse e këtij vendi dhe sot gjithë qytetarët, gjithë shoqëriat kanë qef, Xhanet, ke arrit me kriju një shoqëri, po besoj një rreth gjanë shoqërisë, e sidomos prej vallëzimit që ke. Është shumë interesant se kam shok edhe profesor shoqë, shok profesor në fakultet, në Institut Abologjike, në Shota, në nivellet të ndryshme, edhe në vallet që po jap, kemi katunar, kemi shtëpijake, kemi profesoreshe, kemi njerëz amerikanët, misafirë ndërkombëtare, po vinë aty, do thëtë stretet shumë të ndryshme të shoqëni në Kosovë. Unë ma rahat jam në katun, drejt me thënë, kur jam në Hasa, në Rrugova, në Poj, unë përgjej vetën aty. Do më thonë të pëlqen kjo jeta tradicionale, jeta në fshat. Ja, ma kuptohet që ajo jeta ka qenë shumë vështirë. Shumë. Për të sidomos për gratë edhe për të gjitha, ka pas një farë ngrohtësie rrallë në botë, ka pas diçka shumë, një farë lezet. Nuk ka tjetër fjalë, lezet, një farë
djenje që gjej këtu, muj me gjetë hala këtu në Kosovë, ose në për Katun, ose këtu me shoqet vjetër që kam këtu, po do thotë e njoh edhe ato tuajt, për shembull që kanë ardhur frikë këtu, që as po din shqip, as kur gjë, veç edhe po fascinohen me Kosovën, po jetojnë me një shkallë tjetër të jetës këtu, se ata ma shumë njerëz që punojnë në ambasadet, ose NGOs që ndryshme, do thotë kanë institucione të ndryshme. Exactly, edhe ato flasin anglisht, do thotë ata jetojnë me një botë në anglisht këtu në Kosovë, kurse une për fat mirë, boti me shqip, jo aq mirë veç muj me... Goxha mirë po flet. Good enough, Edhe nuk kisha dash me jetu në Kosovë pa me jetu në Shqip. Se, me folë anglisht është shumë letë, shumë nice, but më kanë të manë në Kosovë, edhe me marë fryme Kosovës, duhet më kanë në Shqip. Po flasim për gjuhën shqipe, po besoj shumë janë kurioztar publiku me ditë, po edhe në këtë rast, a ka qenë e vështirë për ty me mësu, se konsiderohet një nga gjuhët më të vështira? Para se me ardhë, po është e vështirë. Po para se me ardhë në Kosovë, kam pas një gramatik, një libër që kam marrë prej Tiranës, do thëtë, në qato vite të edhe të nishën ka qenë shumë e dalum me pas diçka prej Shqipnis, prej Tiranës. Do thëtë, e kam bajt për nën kauç. E kem shef, po. E kam shef, po, se... Por, qaj gramatik kam fillu me qëta, e tani kam jetu me katunar prej Gollat, prej Anës Moravës, aty në Bregdili, krejt koshia ime kanë qenë minator që kanë punu shumë vështirë kanë pas jetë, po ata kanë qenë prej fshatit, do thëtë, qka kanë folë ata, shumë kanë ndryshu që qka kam lexu. Edhe në gramatik, edhe kam nis me gjurmime abonologjike, rilindje gazet, kam lexu qëto dit me fjallorin këtu, po qka kam mësu si gjuhën, ka qenë letrarqe, që shkemi thanë për bërë. Standardizuse. Standardve që atëherë s'kemi thanë standard. E vërtet, letrare. Edhe qka kam me vesht mija, ka qenë krejt diçka tjetër. Do thotë, për shembull, unë kam me ngrën, unë do të kam e hangër. Do thotë, ata janë se ndryshon pastaj, po. Edhe do thotë, aspekte gramatikore. Gramatika. Jam detyru me mësu dy gjuhë, jo një. Tash është ma kombinim, është ma kështu ngërshëtuar. Dë lidhen, e ngërshëtohen. Atëherë para 40 vjet ka qenë shumë ma i ndalum, qështu po vrej une. E cila ka qenë fjalla më e vështirë për ty me mësu? Ndështë ato që e ki vështirë? There's some that I'm still trying to... Hajde të ndihmojmë edhe na. Ose fjallë që po du shumë, për shembull në Valle, gjithë në po thëmë, hajde rreth rumbullake, which is a beautiful word, There's these beautiful words that vetëm në Shqip mund me shpred, dhe disa fjallë të bukur. Si lezet, si melos, për shembull, është diçka që nuk përthehet në anglisht. Atë për që ata, në fillim ka qenë shumë vështirë me tha lë. Po. Lë, ne po thojmë like, në anglisht lë. E vërtet, do me thonë janë këto bashkëtingëllore. Edhe rë, tash, ne, se unë kam mësu shqip deri diku. Edhe jesh shumë mirë. Edhe tani s'kam mësu ma. Do thot, unë nuk kam qenë si ato tjeret lingvishte që po mësojnë shqip perfekt. Unë unë kam mësu deri sa kam mujtë me komuniku rrethësisht me njerëz, e tani s'kam mësu gramatikën, ma për që ta e kam shumë gabime. A vazhdojnë me sot kësaj dite me ushtru gjuhën? Ja, heq. Heq, do më thonë... Që veç po flas. Qka po mund, do më thonë, gjithë ditë ma shumë mësohesh. Edhe për pak vështirë ku shkojnë Shqipni tash. Edhe kam shoqë prej Tiranës. Për shembull në Valle ka ardhur një femër prej Korçës. Këtë javë, edhe shumë vështirë. Që ato Tirana, qatë theksës pak vështirë. Kur jem në Shkodër, shumë letë. Shumë letë në Shkodër, në Puk, në Tropoje, shumë letë me bisedu, ja. Na po flasim, po hoxhen po e dëgjojmë, edhe po du më ndërlidh pak... E kam dy hoxhe, që?
Dueling hoxhas, Po du mund të lidh pak edhe me pjesën ndoshta të aspektit të fetar, sa ka qenë e vështirë për ty, duke marrë parasysh që vjen nga Amerika, jeni një fe tjetër, dhe flasim që feja muslimane ka të tjera rregulla, sa ka qenë e vështirë për ty ndoshta që të përshtatesh në një rreth të tillë. Jo, s'ka qenë në fillim mentorët mi në Kaliforni kanë thënë nuk mundesh me shku në Kosovë, kur kam marrë vesh ka është Kosovë, kur kam kuptu edhe kam dash me shku me marrë Fulbright, me marrë stipendim, me studiu këtu, ata ka thënë jo, absolut jo, se ti je femër vetë e rrezikshëm atje kur ku s'ka mësu gjuhën, ti s'mundesh me shku atje. Veç unë, I don't know, jam adaptu edhe kam jetu me njerë që kanë fal 5 herë në ditë, ku ja kam jetu në bregdire. I kam fal 5 vakte. Ja, absolut. You know, so they kam hi shumë thellë në fillim. Kam jetu në brenda që ato familjet, që sidomos gruaja, nona shtëpis edhe baba, you know, do thot, më njëherë kam hi thellë. E tash është pak problematike, drejt me të kallzu se edhe çdo herë kur po një hoxhat po mendoj se ka disa vende në Kosovë malore kështu që janë shumë konservative edhe femnat jetojnë si para 100 vjet. Edhe ata kanë drejt me jetu që shdojnë, edhin po për mu është pa probleme se për mu sende më më rëndësi është që njerëz kanë buk me hongër, liri për jetën, sende më themelore për jetë. Unë jam të punu në Afrikë edhe në Ukrainë, kur nuk kanë ato sende më elementare. E kur bëhet që ata me mbulu, me femnët me jetu brenda 4 mureve si para 100 vjetë, është pa problem për mu. Përmendë një element shumë të rëndësishëm, rolin e gruas, sepse nëpërmjet punës suaj ju jeni munduar gjithmonë të vini në pa rolin e gruas në Kosovë. Çka ka arrit me kuptu deri sot? Sa ka ndryshu gruaja në ditët e sotme? Tash ka gjithçka në Kosovë. Diapazon gigantike. Do thot prej ato gra që hala jetojnë brenda 4 mureve, you know, ata që kam shumë lidhje me një kartun në poj, për shembull, edhe nuk sheh kur një femër në sokakën e kartunit, ama kur nuk sheh një femër jashtë. Përkundrazi ka këtu si qikat këtu që ose gra që shëtisin shesh, si mu kanë në Zvicër, në Amerikë, në New York. Jena është lira. Absolut njësoj. Ama me modat, me folje, me ideologjia, ata janë... Janë më moderne. Më moderne janë pjesë botës, janë krejt... është i kombinum tash, ato qikët ose gra mundin mu gjetë në New York, edhe kur kush se vren, you know. Njësoj. Do thot, ju keni këtë diapazon, plus keni krejt gradet nëpërmes ato dy ekstrema, do thot, prej katun që janë shumë konservative, derisa gra që si mu kanë në Evropë ose në Amerikë ose kudo. Përmes projekteve të juaja ke shku në shumë fshatra, në Has ke qenë në këto zonat e thella të Kosovës, edhe po besoj të ka me mësu pak edhe me traditat kosovare, pre ushqimeve. Çka janë ato ushqimet që ty të pëlqejnë edhe që je zoja mi gatu vetë? Well, ato janë dy pyetje të ndryshme. A ne shkojmë në atë preferencat më ndaj të gatimi? Kam qenë aty në shesh dje kam blej burë, ata kanë të për qëfar pite, po të përqenë ma shumë me puri, lakme me puri, do të pite me puri, me lakna, me spanac, ato sende në katën, you know, edhe pasul, ato sende ma elementare spece, you know, pushi. E për mu në pregatit shumë ma shumë si në Amerikë, po kur jam të dikush ose shkojnë ato kafe të vjetra, ku qindin gati veç burat, kam qenë tash me një kafe në poj, vetë, po mendoj asë një femër kur asë një herë s'ka hi brenda aty. Ti e theve aklin, vetë një femër. Oh, like, ku janë gratë, ku janë gratë? Yeah, so, për me pregatit vetë nuk, si tash, djali, e kam një fëmi, djali ka është në New York, kam pregaditon jetën e tyne. E tash që jam vetëm, nuk jam në qatë rarë. Tash veç e kam dediku krejt jetën
për punë, drejt me të kallëzu edhe nuk jam orientu shumë ka adetat e shtëpisë. Adetat e shtëpisë, po, unë e di që ti e je Zoja ke përgatit çajin sot, apo a shkojmë po ata është çajin që po e çesim çajin e po e sillim këtu edhe po vazhdojmë bisedën. Yeah. Hajde. All right, here we go. A little tea for the guest. Yeah, here we go. Çaj I rusit në shtëpinë e Amerikanës. Diçka e pazakont, a? Je adhuruse çajit? E pëlqen? Po. Of course. Jam rrit në Kosovë me çaj kështu. Se shumë kanë pi në kushinë tem në Bregdelit. Gjithmonë çdo ditë mas drekës kemi shku të njëri tjetri, ka qenë diçka shumë e rëndësi për mu. Se çdo ditë mas drekës Është pi çaji. kemi shku shtëpi në qatë koshi, edhe aty kam mësu gjuhën atje, kam mësu adetit, ka qenë, burat me plis, gratë me marham, do thot ka qenë taman, ajo Kosovë e vjetër, edhe fëmijët atyne janë bo pak më modern, kështu po çato rituale kanë qenë shumë themelor për mu. Edhe po besoj mandej edhe jem mësu pak a shumë edhe me ato ushimet, pijet e çajit, tash këtu çajin e rusit. Gjanet, në bisedën tonë, ne kemi me pije dhe çaj dhe kemi me folja përmende pak familjen. Po du ma undalë të kjo pjesë këto, ne e dim që ka shumë vite që në Kosovë, përmende dhe veç nga vitit 81. Po sa ke mall edhe nostalgji për jetën tënde të dikurshme dhe jetën tënde në Amerikë. Më thënë, before time, nëse kthehemi prapa në kohë. Kur ke qenë në Amerikë. Sa ke nostalgji për Amerikën? Për Amerikën, për jetën, për shtëpinë, për familjen, përmende djalin, po ashtu. Jo, vetëm për djalin. Edhe për shoqet se ne kemi themelu këtë World Dance for Humanity, do të valë botënor për humanitet, në vitin 2010. Unë kam themelu në Kaliforni, në Santa Barbara. E aty tash kemi sa qindra gratë, kam 2 gratë që kanë marrë përgjithësinë tem e kanë marrë ata. Do thotë e kam një farë, edhe çdo ditë po flasim, çdo ditë jemi në kontakt, se kemi punë shumë atje, kemi punë së bashku në Ruanda, në Ukrainë. Do thotë çdo ditë jam në rrjedh me ata, jemi në komunikim çdo ditë me ata. Për familje është në San Francisco, do thotë edhe drejt me të kallëzu, se jam të i shit shtëpia tash në Amerikë, dhe jam të i bo se po gjej vetën në Kosovë, do thotë kjo është një moment shumë e ndelikuar për mu, mase që djali është në New York, shtëpia është në Kaliforni, edhe motër më ka përmend sot, kur kemi folë, çdo ditë po flas me motër në Kaliforni, në San Francisco, edhe ajo tha mos haro që jetu edhe ke hup shtëpi ku jemi rrit, se qatë zjarë që ka qenë para një vit në Kaliforni, qaj qytete ime ku jam rrit edhe ku kam najton jetë deri se kam shku në fakultet, u gjeg komplet. Do thotë qaj qyteze e bukur e dashur është gone. It's just, do thotë nuk kam asë qatë shtëpi ku jam rrit, është gone. Është e djegun. Djegun deri të fund. Edhe qysh kur e more lajmin që është djeg? Qysh është Oh my god, që ajo ka qenë sa jave, sa muj, deri sa edhe çdo ditë kemi këshir koshia janë, qysh është edhe çdo ditë në Facebook, krejt njerëz të komuniku çka kemi hup. Edhe tash gati krejt Pacific Palisades është djeg, edhe për neve, se nuk ka qenë vetëm një qytet, ka qenë një qytet shumë e bukur. Aty tash jetojnë ato Hollywoodit, ato Tom Cruise, Tom Hanks, Spielberg, aktor, këngëtar, celebrities, të gjithë ta. Everybody's aty se ka që i bukur. Kur unë kam jetu atje, ka qenë një vend shumë normal, njerëz normal. E qysh e mbajnë mend fëmijërinë tonde? Qysh ka qenë? Kam pas një thimëri shumë i bukur, shumë mirë, unë jem ma i vogël në familje. Sa antar keni qenë, Gjanet? Në vllau motër, ma të vjetër. Edhe baba im në administratë e shkollave, nana në shtëpi, do thotë, e qajo qyteze ka qenë ideale. Ne s'kemi di që është ideale, po për me ka qenë ideale. Edhe në shkollat mire, kam valzu prej 3 veçare, balete, sene. Do thë, kam pas
Ja, kam pas një jetë shumë të bukur, por diçka, I don't know what, diçka më ka tërhek Evropë lindore, muzikë të Hungari, muzikë shek, Bartok, Kodal. Kultura të ndryshme. Ja, prej që kam qenë e vogël, edhe tani veç kam shku në qatë drejtim, kam marrë në fakultet etnologjie, e tani antropologjie, tani e marrë në Kosovë, qaq. Edhe e mbajnë mend Xhenet kohën ditën e parë kur aferove në Kosovë. Oh, yeah. Qysh ka qenë ajo ditë për ty? E pate frustrim, mendove ku ka marrë. Sa ke hulumtu paraferësisht për Kosovën, paraprakesh? Ja, well... Përveç studimeve flasim. Herë e parë që kam qenë vitin 80, bashkë mas dekjes Titos. Kam ardhë rastisht që kam pa do valtare në Zagreb, në Smotra, në folklor, festival folklor. Kam taku me do fëmijë prej Katunit, një ansambël, një grup folklorike. Kam shku aty në Vitin Gërmov, është një Katun, kam shku aty ka pas dasëm. Edhe jam met aty, edhe kur më njëherë kam ditë që këtu po du më studiu, se s'kam ditë a do të shkoj në Macedonia, në Bulgaria, Hungaria, kam shku në shumë vende, edhe kur kam ardhur në Kosovë, më njëherë kam ditë, më njëherë qatë ditë e parë, në vitën 80 kam ditë që kjo është vend për mu, kam ullë me... Po qka t'ka shty, pra? Qka ka qenë ajo arsyeja që ti ke vendosur, okej, po e thu vetë, kjo është vendi ku unë e du me vazhdu jetën tem. Rasisht që marrë ka qenë dasën në qatë Katun, krejt që sa ditë kanë mbledh, s'kam qenë as një minut vetëm. Do thëtë me kam grumbullu edhe me ndefat, me knime, me qaj, me sofer, me pita. Me traditat shqiptare. Me krejt, me ka krejt, me original krejt. Edhe qysh njërës në Shqilte kemi najtë, s'ka pas kështu kauqër kulturate. Edhe kemi, kur dikush ka ardhë në dhomë, që ajo impresion një diçka pre filimin, kur ka ardhë dikush, krejt janë qunë kombë me përshëndet në radhë kështu. Tash e bën hala që ata det, veç ka qenë më ndryshë kur jenë Shqilte. Më u qunë kombë, me u përshëndet. Për qëto njeri, edhe ajo më ka dhënë përshtypje shumë e madhe. E tani, I don't know, gjithka me ka pëlqy, po edhe ka qenë një moment shumë dramatike se ka dek Tito. Atëherë edhe ato qikët në Katun kanë këshir televizor, Tito të i folë, kanë kajt. Do thëtë ka qenë shumë, me hasë qatë moment historike. Po i përmend kohët e vjetra, po i përmend traditat tona, po i përmend jetën tonë, po Xhenet, edhe ju jeni njeri fundit, edhe ju keni ato momentet e tua të bukura, i keni ato momentet e vështira. Kur e ndjen vetën Xhenetit që nga një herë dhe mërzitet, edhe ndihet pak e vetmume, ndihet pak ndoshta që ka nevojë për ngrohtësi, ka nevojë pak për dashuri, ndoshta thjesht janë ato momentet ku shpërthejmë. Well, you know, qysh me thonë, masë që kam jetu në Kosovë, edhe kam bo dima humanitare në vitin 90, do të kam hek shumë në Kosovë, me krejt Kosovën. Me ndimu njerës që kanë hukës, kanë pasas qysh me hangër. Edhe do të kemi qenë tamam në qatë problem para luftës, prag luftës. Kam punu, kam jetu. Masën e, kur kam thonë shumë herë, po është e vërtet, kur jam këthy në Amerikë, më kanë përzon sërt, më kanë dhëmë vule, denied, nuk mundësh ike, nesër. Kanë mohu, do më thonë. Kanë mohu edhe më ka dhëmë në ikë nesër. Do thëtë, kam grumbullu kërë. Unë kam mendu me najtë për kërë, unë kam mendu që djali kam shku në shkollë të mesme, a ka qenë shkollë filore. E qka bone kur të thanë serbët që dush me i? Ku shkovesh, Xhenet? Shkova aty në Viti, ku kam pas punë, në komunën e Vitis, Cerpez, Shrati, edhe kam kazu, edhe tani krejt, kam punu me shumë gratë, edhe kemi një farë legenda, është një farë organizatë femnave, edhe... Pa jenë djerë rëzikume? Jenë djerë rëzikume? Were in danger? Edhe kam përpiqe me
me ardhë, do thot jo më largu, mas pare unë me djalin, mas pare kemi shku në Beograd, me lyp me u këthu në Kosovë, jo më shku në Amerikë. A mundemi me bo një farë ndryshim një serd me ardhë prej Amerikës, me bo një farë deal, adin, s'kan mujt, tani kemi shku në Zurich, Zvicër, o pet kemi thënë, hajdem një vizë për Kosovë, do thot s'kemi dash hiq me u këthu, ka dale jemi këthu në Amerikë, edhe tani në New York, eventualisht jemi këthu në Kaliforni, kemi hekë, s'kemi s'pas që kam e bo. Shie e pak qajin. Se ke bo qajin shumë të mira. Gjatë kohës të ande këtu, po besoj përveç shoqërisë të madhe, momenteve të bukura, ke pasur momente emocionale. Ka njëherë ndoshta ke shpërthy edhe në lot. Çka ka qenë ajo? Që ndoshta Well, kur kam qenë në fillim në vitet edhe, kjo është pyetje interesant. Kur kam qenë këtu në fillim, edhe më ka marrë malli për shtëpinë, vitet 81-2 kështu. Edhe kur kam pas një farë depresione, diçka një mal për shtëpi, ato janë çudit, ato në Koshi, në Bregdile, ato katonar, se ato jetojnë për njëri tjetërën, e kur kush ka mendu kaq shumë për vetin, se unë jam mësu, se Amerikanë jemi mësu me, për vetin, edhe kam pas, kur kam qenë shumë në depresion, ato s'ja kanë pranu, nuk e kanë pranu, do thotë, qka ki, Që ajo ka qenë interesant. E tash, mas që kam jetu në Kosovë, mas që kam punu në Rwanda, ku është luft për eksistencë, luft për me përjetu. E tash, krejt për pikpamja ime për jetën ka ndryshu totalisht. Do thotë, qëto ditë, kur qohën e mëngjes, jam befaq su. Që sot, edhe mas luftës në Kosovë, deri sot, qëto ditë kur qohem edhe kam ujë e pishme prej qeshmes, jam çudit, që kam krevet, që kam strat me flet, me fjet. Do thot, që ki këto kushtet elementare për me jetu. Elementare po më fascinojnë, si mrekull që kam ato sen ma elementare, që ujtë nxet po del prej qeshmes. Sepse jam shumë e vetëdijshme që shumica e njerëzve në këtë botë, në këtë planet, nuk e kanë. Edhe kush jam unë me pas krejt ata? Kush jam unë me pas ujë që del prej qeshmes? Do thot, jeta ime është bo me një nivel kaq elementare thjesht, që pikpamja ime ka ndryshu plotësisht. Do thot, shnosh, qish po thoni ju shnosh, ajo është shprehje më i mirë që shqiptar. Do thot, kur e ke shëndet, familje me shëndet. Tjerat s'ka në rëndësi. Atëherë krejt, unë nuk i dhnohem, nuk shumë rrallë, që po kaj nuk e dikur, ama që sa vjetë, edhe nuk më ka marrë malë për shtëpi. Mase që djalli është në New York, veç për djalli, ai ka ardhur në Kosovë, verës, është knaq, shumë e dënë gëven, që ai ka qenë këtu edhe po i kujtohet. Erat e bukës edhe... Gjithçka. Do thot, unë tash gjej veten tamam këtu, nuk jam tu i lakmu për shtëpi. Absolut hiç, absolut. Jo, e kam po gjej një farë Ngrohtësie edhe muj me punu, edhe punë në Rwanda, në Afrikë, edhe punë në Ukrainë, prej këtu hit, plus me bo punë në Kosovë. Profesor Arsim Canulli me thonë, këtë javë më ka thonë, shka je ty bo është public anthropology. Do thot, unë jam të shku për KTV, për kohën, jam të shku në për vendet në Kosovë dhe në Shqipni. Antropologjike, ndoshta me zbulu aspektin antropologjik. Ja, edhe veç antropologjie publike, masë që është për program që njerëz po shofin, unë kam qatë mënyrë tash me komuniku me shumë njerëz, ajo po më pëlqen shumë. Na këtu e kemi edhe libren, e keni botu tashmë edhe një libër. Bashkërsimi ka botu dyja. E kaluara si stre, e shumën po bëse dhe publiku, po më tregon pak për librin, e kaluara si stre? Well, ka dy libra, që kjo libra mas pare është memoir. Do thot, Amerikania përsëri, this is... Amerikania përsëri edhe në Kosovë. Nuk e kam as një kopje në Shqip, ma eksiston në Shqip, edhe kjo ka qenë memoari jam, që kam shkru për jetën tem në Kosovë vitet 80 edhe 90. Edhe qëto, ato njerëz që
you know, ato... Janë krejt këta ndoshta me cilët i ke taku në atë ko, ke kalu ko, Well, yeah. pastaj i ke fotografu, i ke rujt si dëshmi, po i shohim këto. Shumë thellë në jetën që ka qenë më kanë një Amerikanë në Kosovë, kur s'ka pas as një Amerikan, as kërkush shumë rrallë kanë folë anglisht, do dhe ka qenë krejt tjetër bot këtu. E qatë përshkrimi që është në website-in tem, website është janetreineck.com, aty është libri, në faqen e pare website është libri, mundet me lexu njerëz pa pare, veç është aty mundesh me pa në website me lexu. Kjo është disertacion që kam shkruar në nivel më serioze për kush janë shqiptar e çfarë Nga aspekti antropologjik. Antropologjike edhe tema special ka qenë për Gyrbet. Edhe qysh Gyrbet ndikon në konservatizmi në përkatunde e ka marrë opojën si vend, po qysh ata njerëz burrat kanë qenë pa familje në qatë vakte 70-80. Pa familje kanë shku edhe kur janë arë të shtëpia kanë dash me pa jetën qysh ka qenë që sa qindra vjet. Edhe hala që shtu është. Hala. Ja, do thot ajo tema që kam mendu mas luftës se vynë ma, absolut hala. Është një gjatë që nuk duhet më harru. Edhe e ke dokumentu këto. Është pa problem se njerëz Po e harrojnë, a? Jo, për kontrazi. Njerëz në ato vende në por ku kam jetu, njerëz hala po dojnë me mbrojt qatë mënyrë e jetës shumë e vjetër. Me rujt atë ko. Edhe kur vinë prej Gyrbet, se ata kanë Gyrbet shumë e theksun prej moti, prej 1920, do thot shumë herët kanë nisë Gyrbet, si është vend shumë alore, nesës kanë mujtë, edhe jam kaq shumë vjet atje, po kur kthehem, po dojnë me pa opojën qysh ka qenë, anë tjetër anë nuk janë bashkë të i rujt krejt që ato tradite që janë shumë thesar, ama it's a treasure, janë shumë më rëndësi. Do thot për mu, përgjithsisht, unë jam të këshirë Kosovë me shku për parë, mu kanë pjesë të Evropës, mu kanë pjesë të Amerikës, do thot, unë jam shumë e vedishme ku është që shku Kosovën të modernizu edhe në mentalitet edhe infrastruktura krejt, po në tjetër anë janë shumë e vedishme çka do thot identitet shqiptare e çka duhet me rujt, mos me humb krejt çka keni si çka do thot mu kanë shqiptar. Për shembull për ty, çka do thot mu kanë shqiptar? Gjuha, muzika, vole, adeta, traditat, ushqimi. Po shumë njerëz kanë këtë adet. Për shembull, që kjo adet është gjindit në përkrejt vende arabe, për shembull. Po. Çka është vetëm të shqiptar. Edhe ndoshta ushqime tradicionale, valja, po e cik vet. Ja. So, but ato sendet veshja kombëtare. Kur çoshë ti për shembull shkon në Gjermani, janë Zvicër me jetu, fëmijët janë shkolla aty, din shqip ose nuk din shqip hiç. Edhe tani edhe kur shumë njerëz shkojnë qatë drejtim, çka do thot më kanë shqiptar? Unë jam shqiptar, e kam gjak shqiptar, po çka do thot si identitet kur je përzim me Gjermani, me kultura të tjera. Yeah, like what does it mean? So kjo është moment shumë kritike. Edhe po më vjen mirë që jam këtu bashkë në këtë moment kritike që jeni të shku shumë ka jetë e përëndimit, hala ka do tragat vjetra, edhe unë jam të i kap që to traga, mos më hup. Bile me kap ato pleq në përoda, ato sena, ato gratë. Tash kam bo një interviste me një baresh në rrugë, në Shqipni, në Valbon edhe. Për mu është shumë moment e pasur, moment me shumë rëndësi për qatë me kap momentet me qatë gjenerat. Gjanet, unë e di që ka edhe shumë qka me fol, tash na kemi me bo edhe një servim, ke përgadit edhe kemi ta sjellë një dhuratë, e ti pa të dëshirë me ndodhe me neve, po e ndojme dhe ato edhe po e përfinduam për bisedë. Shkojnë bashkë. Little torta for mysafir, si në Kosovë. E tash edhe përna ambëllësëm pak, ha? There you go. Jap kujtiz.
Hajde se për hajt, thojnë Për hajt. Faleminderit shumë. Xhanet, masi jemi veç tu fol pak për traditat, shkurtimisht po më intereson me ty se ti ke kalu edhe ke pa edhe shumë dasma. Ke pa ceremoni të ndryshme të martesave. A kishe pas qef me ka nuse në dimia e nuse në atë standard? Që është pyetje shumë e komplikuar, se, you know, Nëse kishe pas në që me bo dasmë prapë. Procesi i dasmës, sidomos ka përjeton nuse tradicionalisht, që shka që përpara, kur as ka pa as një herë burin para se me martu. You know, ka qenë, mu i më shkru një libër për që ta, po, you know, prej kanë gjegjë kur kanë, you know, ka kajt për familjen, më nda prej nanës, prej shatit, prej motër, prej krejt, edhe me shku aty të buri si e huj, you know, në shpinë e huj ka shku, ajo ka qenë frigë madh, ka qenë presion e madh, ka qenë shumë vështirë për gratë, edhe çfarë punë kanë bo, derisa kanë qenë më të vjetër, do thotë krejt punë kanë bo. Po në tjetër anë kanë anasjellës kanë pas shumë përkrahje. Për krejt gratë që kanë prit nuse, gratë e familjes burit, që kanë prit ajo nuse si një farë, it was like a jewel, you know, një farë thesar, you know, like a treasure, edhe kanë përkrah në çdo aspekt, në shumë shtëpi, kanë dhënë një përkrahje emocionale, fizike, por në tjetër anë ajo ka pas me çu ma herët në mëngjes, me dhez zjarrin e me bo ujë për, you know, për vlerën edhe, you know, I mean, ato tradita që yeah, kanë so që të it was, you know, ka pan edhe bukurie, po edhe vështirësi të madh thella. Po përse ke pa vat grimin pastaj që bëhet, ai make-upi që bëhet tek gratë në opoj, masi po e përmend në has, me pika, ai arti. No, that's you nuk është opoj, është anësh. Po, okay. Yeah, but ata kanë pas një farë dimia të bardha të mëdhaja, edhe sa vjet kanë vesh, edhe me shku në dasma si misafir, hala kanë vesh si nuse që sa vjet, you know. So, se kam shkru një libër për që ta, you know, but, you know, tash e shumë ndryshe, po hala nuk kam merak me shku në hotel për dasma këtu, se zhurmë është ka që madhe me elektro, adin, veç më vjen mirë që njerëz hala po dojnë me vallëzu. Valle. 5 orë, 6, 7 orë, valle, veç valle me mësu. E më vjen mirë që kanë që ajo është shprehje, për shqiptar, qatë mënyra është shprehje, you know, dasmë do thot valle për ju. But unë tash po jap valle, 3 herë në javë, do thot hanën edhe të mërkurën bramje, po jap valle, që kështë krejt informata këtu, për gratë, edhe në shot është, mrapa stadiumit, edhe po vallëzojmë, gjithmonë valle thjesht i Kosovës, po valle tjera të Kosovës, edhe valle të Shqipnis, prej jug deri në nalt në Shqipni, tani valle të Greqis, Bullgaris, Francë, Itali, çdo herë kur takohemi, edhe valle të Amerikës, do thot edhe jam befartësu që gratë ka shumë, kanë mujt me adaptu edhe kanë mujt me pranu që ato kulturet e ndryshme, se janë mësu tanë jetën, veç me bo gjatë valle. Edhe ka dallë, po mësojnë me bo ma ndryshe, ritme ma ndryshe, hapet ma ndryshe, edhe veç është një farë argëtim edhe një farë shoqni, që shumë, I don't know, që kam tha, relaksim edhe lumturie për që ato gra edhe për mu. Interesant, një grua nga Amerika me ardhë me mësu të tjerët me vallëzu valle. Xhanet, unë po du me të falenderu shumë. Është shumë kënaqësi që sot ishim në ambientet e shtëpisë tënde, ke hap derën për neve, edhe na të urojmë shumë fat, shumë suksese, urojmë një fillimisht me pas shëndetin, edhe me arrit krejt ato ëndrat e tua në Kosovë. Çka je tu punu tash momentalisht, cili është qëllimi i vitit 2026? Çka është synimi yt kryesor? Well, Rwanda, unë jam çdo ditë jam tu punu me jemi tu blej lopt edhe tok, edhe trainingu për bujqësia, për vetrën, kemi 20 biznesa që kemi qelë, do thërë hala, tash jemi tu qelë edhe një biznes, do thërë, qatë punë kam qëto ditë, me ato 28
kooperative, 14.000 njerëz, unë jam udhëhec për qatë projekt. Kam ekip në Ruanda që vazhdojnë qatë punë që unë e organizoj. Në Ukrajinë njësoj kemi një 10 volontare gratë në për Ukrajinë që japin ndihmë që mundemi me grumbull pare me që atje edhe ato blen ushqim edhe qebe krejt sene për me furnizu fëmijë që kanë huprint edhe ato sene, do thëtë qato punë. E tani kam Kosovën, edhe shkojnë për Kosovë edhe halja po hullumtoj edhe qatë punë i kam. Më du me falenderu shumë edhe falemderit shumë për gjitha këto informacione, gjitha këtë informacione, të thejme falemderit që pate kohë na pritët sot këto. Falemderit. Shumë falemderit. Ta shiëm torte. E nga këtu, unë po i përshëndes të gjithve, bashkë me Gjanetin, po ndështë ma mirë, atja leon Gjanetit e përfundon. Gjanat, hajde përfundoje ti ma mirë. Gjanat, që shë kështë përfundu këtë biset, drejtoju kamerës. Falemderit shumë juve, shëndet, edhe shpresoj që do të keni një vit shumë me bereqet edhe me ljumëturi edhe me shëndet 2026.